Mirëmbrëma të nderuar, zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Rama deklaron se Partia Socialiste do ta fitojë sërish Tiranës, ndërsa deputeti Erion Braçi shpall kandidaturën për Bashkinë e Kryeqytetit. Drejtori i ri i policisë Skënder Hita merr zyrtarisht detyrën dhe premton luftë ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit, e nisim nga pastrimi i radhëve tona. Ministria e Bujqësisë ndryshon skemën e mbështetjes për fermerët, nuk marrin më para për naftën. Ekspertët e konsiderojnë vendimin të gabuar, goditet sektori. Debate dhe sfida në fermën e VIP-ave, nis krimi aleancave, publiku voton si më të preferuarën Mimoza Ahmetin, të premten eliminohet konkurrenti i parë. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Kryeministri Edi Rama tha këtë të martë se Partia Socialiste do ta fitojë sërish Bashkinë e Tiranës. Në një takim me antarët e Partisë Socialiste në Kryeqytet, ai deklaroi se shumica i ka nisur përgatitjet përpara të tjerëve për të korrur një sukses të madh në zgjedhjet lokale. Rama foli dhe për debatet në parti, duke i quajtur thashë theme që nuk prekin problemet reale që trajton qeveria dhe grupi parlamentar. Partia Socialiste ndez motorët për zgjedhjet vendore të 2027-s. Nga njësia 7 kryeministri Edi Rama shfaqi bindjen se Bashkia Tiranë, por jo vetëm, do t'i përkas të majtëve. Jemi tamam në kohë për të filluar të mbjellim rezultatin që pastaj do korrim në zgjedhjet ardhshme vendore, të cilat janë 14-15 muajsh. Jam i bindur që ne jemi fitues, i fillojmë gjithmonë përgatitjes shumë përpara tjerë, dhe kur tjerët me ne merrim me veten. Patjetër nuk harrojmë që njëkohësisht detyra jonë është të qeverisim Shqipërinë. Për mbledhjen e së shtunës, ku pati zëra për tensione me socialistëve në grupin parlamentar, Rama u shpreh zgënjur që debati publik u orientua te thashëthemet dhe jo te problemet reale. I kushtojmë orë të tëra në këtë rast çështjes pronave, çështjes shërbimit të kadastrës, pastaj flasim për reformën administrative territoriale, fillojmë në orën 11, dalim në orën 6, edhe mediat kombëtare raportojnë për publikun çfarë i tha Edi Rama njërës e çfarë i tha Edi Rama tjetër. Për çmimin e naftës, kryeministri tha se janë marrë të gjitha masat për ta mbajtur atë nën kontroll. Erion Braçi shpalli këtë të martë kandidaturën e tij për Bashkinë e Tiranës. Deputeti socialist deklaroi se ky vendim nuk lidhet me ambicjet personale dhe se është i vendosur t'i shkojë deri në fund. Braçi nënvizon se tashmë ka ardhur koha për t'i dhënë kryeqytetit një dimension të ri. Po e kam seriozisht dhe do shkoj deri në fund. Deputeti socialist Erion Braçi ka konfirmuar më në fund se do të kandidojë për Bashkinë e Tiranës. Me anë të një video mesazhi në Instagram, Braçi sqaroi se kryeqyteti ka nevojë për një dimension ndryshe. Nuk është ambicia ime personale, nuk është interesi im personal, por mendoj që kemi një mundësi shumë të madhe për ta zhvilluar këtë qytet në një dimension të ri, përfshirës dhe ku gjithë secili gjen jo veten e tij, jo thjesht jetën e tij, por të mirën e tij. Vetëm pak muaj para zgjedhjeve të 11 majit, Erion Braçi u përfshi në listën e hapur për Tiranën dhe arriti të sigurojë 23.694 vota, duke u renditur i dyti më i votuar në kryeqytet dhe ndër më të mbështeturit në të gjithë vendin. Erion Braçi u hoq nga Divjaka dhe u caktua në njësim 5 në Tiranë, ku punoi duke denoncuar në vimësi të gjitha problematikat e banorëve të kësaj zone. Ambicia e tij për Tiranën vjen disa muaj pasi Rama caktoi Ogerta Manastirliun si kandidate për kryetarit të Bashkisë së Kryeqytetit. Një vendim që u la pezull për shkak se gjykata kushtetuese riktheu në detyrë kryebashkiakun e arrestuar Erion Veliaj. Megjithatë, në asamblenë e fundit të PS në 23 mars, Manastirliu caktua drejtuese politike për Bashkinë e Tiranës, duke qenë emri potencial i shumicës për garën e ardhshme zgjedhore. Erion Braçi vjen si kandidat me një karrierë të gjatë në Partinë Socialiste, duke qenë deputeti i saj për shumë legjislatura dhe duke mbajtur më herët dhe postin e zëvendës kryeministrit.
Përmes një shënimi në rrjetet sociale, deputetja socialiste Elisa Spiropalis sqaron se ka zgjedhur të heshtë për zhvillimet brenda Partisë Socialiste. Ajo thotë se ka vendosur një kufi mes asaj që duhet thënë dhe asaj që duhet kuptuar. Spiropali vë në dukje se debati nuk zhduket, por ai shtypet dhe më pas krijon tensione. Pas shkarkimit si ministre jashtme dhe pas mungesës së saj në seancë ku votua kundër heqjes së imunitetit të Belinda Ballukut, Elisa Spiropali ka tërhequr vëmendjen brenda Partisë Socialiste. Pas zërave sa ju pati debate dhe me kryeministrin Rama në mbledhjen e fundit të grupit parlamentar, Spiropali ka sqaruar pozicionin e saj përmes një postimi në rrjetet sociale. Heshtja nuk është një mungesë përgjigjeje, është një kufi vendosur mes asaj që duhet thënë dhe asaj që duhet kuptuar, sepse në një kohë kur gjithçka kërkon të shpjegohet, rrezikojmë të humbasim kuptimin e vetëpërgjegjësisë. Duke bërë të qartë se kjo nuk është një çështje personale, Spiropali vëren se mungesa e debatit sjell probleme që meritojnë vëmendje. Debati nuk zhduket, ai shtypet, dhe kur shtypet nuk krijon qetësi, por grumbullim të padukshëm tensioni. Dhe pikërisht aty ku debati zëvendësohet nga dakordësia e heshtur, meritokracia fillon të përmendet si parim, por nuk funksionon më si praktik, sepse ajo kërkon një drejtësi që nuk pranon kompromise, me rahatinë e pushtetit. Spiropali nënvizon se për një politikan është e rëndësishme të fitojë jo vetëm rezultate në punë, por edhe respektin e njerëzve. Fitoria nuk merret, ajo provohet. Meritohet kur njerëzit nuk të ndjekin nga frika, por të besojnë nga bindja, dhe kur largohesh mbetet respekti, jo vetëm rezultati. Në fund, ligjvënësja socialiste thotë se nuk ka folur për veten sepse kjo nuk është histori që fillon e mbaron me një individ. Spiropali e mbyll postimin duke thënë se në një moment kur gjithçka kërkon zë, heshtja bëhet forma më e fortë e fjalës. Një çështje tjetër. Shumica socialiste pranon të ndryshojë sistemin zgjedhor nëse opozita bie dakord për një parlament me 100 deputet. Ky propozim shkaktoi debate në Komisionin e Reformës Elektorale, pasi demokratët e refuzuan atë, duke thënë se cënon pluralizmin politik. Partia Socialiste i bëri një ofertë të re sot Partisë Demokratike. Deputetët e mazhorancës do të pranojnë ndryshimin e sistemit zgjedhor nëse opozita pranon të bashkojë votat për të ulur numrin e deputetëve nga 140 që ka aktualisht parlamenti në 100 deputet. Oferta u prezantua nga bashkëkryetari socialist i Komisionit të Reformës Zgjedhore Damian Gjiknuri, i cili u kërkoi demokratëve të ulen së bashku e të ndryshojnë kushtetutën. Ne, si Parti Socialiste, kemi hedhur një dëshirë, një ide që përputhet, mendojmë ne, më mirë për progresin e vendit dhe statit ku Shqipëria qoftë dhe me lëvizje demografike, dhe patjetër nëse do të ketë dëshirë dhe nga ana juaj, ne këto çështje mund t'i përmbledhim bashkë, pra ndryshimin e kushtetutës për sa i përket sistemit zgjedhor, por njëkohësisht edhe rishikimin e numrit mandateve të kuvendit. Por në kryetari i Partisë Demokratike Oerd Blykbashi i tha jo ofertës së socialistëve. Hedhjen tërheqëse e propozimeve të cilët dëmtojnë thelbësisht pluralizmin politik, ndërto dhe reduktimin numrit mandateve që do e bënte shumë të vështirë në mos pamundur partitë e vogla që të konkurrojnë dhe të kenë mundësi aksesi në parlament, nuk mund vendemi të rrezë thjesht për të vënë për thënë që ne kemi këtë, tani ato që juve keni nga ana tjetër të diskutojmë. Unë e shtrova në çështje parimi, jo çështje utilitarizmi apo populizmi. Parimi për cilin flet Partia Demokratike dhe Oerd Blykbashi është zhbërja e ndryshimeve që socialistët bënë në mënyrë të njashme në vitin 2020 në kushtetut, duke hequr koalicionet. Blykbashi theksoi se opozita pranon të diskutojë vetëm ndryshimin e sistemit zgjedhor dhe asnjë propozim tjetër. Së pari shqiptarët duhet kuptojnë, është një sistem i poshtër që duhet hequr, është një sistem koalicioni i cili i lidh duart partive për të mos dalë në flet në votimit. Vetëm një gjë, që Edi Rama të rrim pushtet. Nuk besoj që shqiptarët kanë këtë prioritet. Por Damian Gjiknuri përsëriti se mazhoranca nuk ka asnjë detyrim të ndryshojë sistemin nëse opozita nuk e pranon propozimin e saj. Pra këto janë gjëra që quhen sovraniteti i dëshirës. Ne dhe ju, pa kërkesë nga Odiri, pa kërkesë nga tjerë, por për shkak të ekzigjencës, nevojës politike për një sistem më të mirë qeverisjes siç pretendoni ju, apo qoftë edhe ne për sa i përket numrit deputetëve, unë që tash po e them, jam dakord që këto çështje ti përmbledhim së bashku dhe ti diskutojmë qoftë në këtë komision, po qoftë në një komision të karakterit të reformës kushtetuese.
Ideja uljes së numrit deputetëve u prezantua nga kryeministri Edi Rama në shtatorin e vitit kaluar. Pak ditë më parë, kryeministri deklaroi se kjo çështje do t'i nënshtrohet referendumit. Por referendumi kushtetues nuk është një proces i lehtë. Ndryshimi i kushtetutës duhet së pari të votohet me 94 vota në parlament, e pastaj nga qytetarët. E mazhoranca socialiste sot ka vetëm 86 mandate në parlament. Opozita shumë larg vizionit të mazhorancës për reformën territoriale, Partia Demokratike kërkon rikthimin e komunave dhe rritjen e numrit të bashkive. Gjithashtu propozohet ndarja e vendit në 8 rajone. Partia Demokratike prezantoi sot vizionin e saj për reformën e re territoriale të vendit duke u bazuar mbi 2 shtylla: garantimin e shërbimeve për qytetarët dhe zhvillimin e vendit, duke u përshtatur me kriteret e Bashkimit Evropian. Sipas opozitës, reforma territoriale miratuar në vitin 2014 ka dështuar pasi PD beson se ulja e numrit njësive vendore ka bërë që në fshatra investimet jenë zero, duke çuar në largimin e banorëve nga këto zona. Në qoftë se merr Zvicrë, një vend malor, ka 2110 bashki. Në qoftë se merr Austrinë, ka 2095 bashki. Kurse Shqipëria me 2 plan fush dhe tërësisht male kodër, nga 410 njësitë qeverisjes vendore u reduktuan në 60 bashki të vendit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha propozon rikthimin e komunave për të ndaluar largimin e banorëve nga këto zona. Duhet të rikthejmë komunat në të gjitha zonat kodrinore dhe malore ku ekzistojnë një numër i caktuar banorësh. Unë nuk mund të them aty ku s'ka banorë, sa ajo është proces i gjatë. Berisha beson se reforma territoriale duhet krijojë rajonet për t'u përshtatur organizimit në Bashkimin Evropian. Rajonet janë të domosdoshme, duhet të jenë me të gjithë kapacitetet për t'u përgjigjur Europës së rajoneve. Partia Demokratike ka skicuar një hartë të ndarjes territoriale të vendit me 109 bashki dhe krijimin e rajoneve që mund të shkojnë deri në 8. Kjo hartë nuk është përfundimtare, do t'i nënshtrohet diskutimeve, por duket se vizioni i PD-s është krejt i ndryshëm nga i mazhorancës socialiste, e cila kërkon të ruajë numrin aktual të bashkive ose t'i reduktojë ato në 36. Drejtori i ri i Policisë së Shtetit, i cili mori zyrtarisht detyrën këtë të martë, premtoi ashpërsimin e luftës ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Skënder Hita tha se puna do të nisë së pari nga pastrimi i radhëve të uniformave blu nga elementet e inkriminuar. Skënder Hita u betua si drejtori i Policisë së Shtetit për një mandat 5 vjeçar pas emërimit me vendim të qeverisë. Gjatë fjalës, drejtori i ri i Policisë së Shtetit u ndal tek disa nga prioritetet kryesore, mes të cilave theksoi luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe forcimin e rendit dhe sigurisë në të gjithë vendin. Prioritetet tona janë të qarta. Lufta pa kompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, duke filluar dhe nga rrugët tona. Rritje akoma më shumë e parametrave të sigurisë në shkolla dhe në çdo komunitet. Forcimi i rendit dhe i sigurisë në të gjithë territorin e vendit. Ndërkohë, ministri i Brendshëm Besfort Lamallari theksoi se policia e shtetit ka një rol të rëndësishëm për avancimin e Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Në këtë rrugëtim, policia e shtetit ka një rol thelbësor, sepse integrimi evropian nuk është vetëm një proces politik, por edhe teknik. Është një transformim i përditshëm i shoqërisë dhe e vendit tonë. Është ndërtimi i një Shqipërie ku ligji zbatohet njësoj për gjithë, ku siguria është e garantuar dhe ku institucionet janë të besueshme. Skënder Hita ju nënshtrua një konkursi mes 14 kandidatëve të cilët kaluan në filtrin e komisionit të posaçëm në Ministrinë e Brendshme në garën e hapur më 3 mars. Hita ka shërbyer në polici nga veriu në jug me karrierë në ngjitje në 10 vitet e fundit. Një prej detyrave më të rëndësishme ishte drejtimi i policisë së Shkodrës në vitin 2021. Gjykata ka zbutur masën e sigurisë për ish drejtorin e burgut të Durrësit, Indrit Serloj, dyshuar për shpërdorim detyre pas arratisjes së Altin Docit. Tashmë ai do të qëndrojë në arrest shtëpie. Vendimi u mor nga gjyqtari Xhevdet Lika, i cili pranoi pjesërisht kërkesën e Serloj për një masë më të butë sigurie. Ish drejtori bashkë me disa zyrtarë të tjerë të policisë së burgjeve dhe staf civil dyshohen se kanë shpërdoruar detyrën me veprimet dhe mosveprimet e tyre gjatë shoqërimit në spital të Altin Docit. Ata i krijuan atij mundësinë të arratisej.
Fermerët nuk do të marrin më para si kompensim për naftën që ata përdorin për mjetet e tyre bujqësore, por Ministria e Bujqësisë ka sqaruar se skema e re është më gjithëpërfshirëse, pasi sipas saj e rrit mbështetjen për fermerët. Skema kombëtare për fermerët këtë vit vjen e ndryshuar, pasi ajo nuk e përfshin më mbështetjen që merrej për naftën për punimet e mekanizuara në bujqësi. Ministri i Bujqësisë sqaroi në një konferencë me gazetarët se paratë që jepeshin për naftën janë rishpërndar brenda skemës, ndërsa fermerët gjatë këtij viti do të kenë mundësinë të përfitojnë edhe nga rimbursimi me 10% i faturave. Skema e naftës është një skemë për uljen e kostove të prodhimit dhe është mbështetur me buxhet të drejtë për drejtë për fermerin. Me skemën cilin ne kemi miratuar dje me qeverinë shqiptare dhe po përgjigjësim sot ju dhe opinionit publik për të aplikuar pranë skemës kombëtare, është një skemë gjithëpërfshirëse ku mbulohen të gjithë fermerët në uljen e kostove të prodhimit. Qoftë nga skema e 10% të autofaturimit të tyre, por edhe mbështetjes në masat e çdo skeme për të përfituar dhe për të ulur kostot dhe për të mbështetur nga ana e qeverisë shqiptare. Ministri renditje edhe disa risi që përmban skema, duke përfshirë edhe një mbështetje të dedikuar për ata që mbarështojnë dosa. Prioritetet do të jetë në blegtori, ku në gjeth nga 10.000 lekë në 12.000 lekë, për të imtat nga 1.200 lekë në 1.500 lekë, ku dyfishohet për bletën nga 1.000 lekë në 2.000 lekë. Për të parë, i japim 7.000 lekë për dosën në sektorin e rritjes së derrit. Pra, është një masë e re, cilët e kanë adresuar fermerët, për të qenë edhe kjo masë në skemën e kombëtare. Përgjysmohen pragjet e përfitimit, pra përfitojnë fermat me 5 lop, me 50 krerë të imta, me 25 koshere dhe me 5 dosa. Për zhbllokimin e fondeve të IPARD-it, qeveria ka ende detyra për të bërë dhe përgjigja nuk e merr dot nga Brukseli para datës 9 prill. Ne kemi qenë në datën 9 mars dhe brenda datës 9 prill do të depozitojmë masën e fundit, kërkesat cilët ne janë kërkuar, brenda pra një muaji, cili ne kemi davorcuar me ta, përfundimisht atë çfarë ne presim më pas akreditimin e paketës së IPARD. Në ditët në vijim, Ministri i Bujqësisë do të dalë sërish për të njoftuar datën kur do të nisin aplikimet për skemën kombëtare. Kishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.